Atëherë kthehemi në studio. Skuadra e Mitrovicës është kampioni i ligës së dytë dhe rikthehet menjëherë në ligën e parë të Kosovës. Me neve sonte është Jeton Ujkani, kryetari i skuadrës. Faleminderit shumë kryetar që jemi neve. Faleminderit. Po ashtu Shkëlzen Lushtaku, kapiteni i skuadrës, ku shkon Xeni, shkon trofeu, realisht. Edhe po ashtu trajneri Sejdon Bashi, faleminderit shumë trajner që jemi neve, edhe ti jeni fare magneti i trofeeve Koxha. Faleminderit shumë. Na jemi për ftesën, është kënaqësi të jemi musafir në emisionin tonë. Po e fillojmë me kryetarin. Kohë më parë, më herët, ke vendos që nga Australia me investu në Kosovë. Edhe investimi që ke bo ka qenë në fushë futbolli edhe më pas në krimin e një skuadre të futbollit. Po, unë pas luftës jam kthy në Kosovë edhe kam vendos me hap një klub të futbollit. Në kohën ka qenë 2007, kish nevojë shumë të madhe për infrastrukturë, mungesat fushave, dhe vendosëm me bo fushën e parë sintetike në Kosovë që ka qenë vitin 2010. Ka qenë në fshatin Frashër, investim komplet privati imi nga diaspora dhe që kom pas domethënë trujtët për familje. Edhe e themelum klubin në 2011, klubin dhe fillum garat me emrin Australia si një vullnet për të ndihmuar trivet Mitrovicës të Kosovës me studie. Pastaj dykon 2 apo 3 vite më herët kemi ndrruar emrin në klubi futbollit Mitrovica, të pa të arsyeshme se u pa si një klub jashtë qyteti Australia, një emën që edhe fëmia kur bëhet që në emër të klubit Australia, unë si pronari klubit nuk u ndisha mirë. Tash prej ndrimit të emrit kemi filluar një riorganizim shumë të mirë. Edhe është hera e dytë që po him në Ligë Parë edhe shpresojmë që do të qëndrojmë në Ligë Parë, por do të jam mësojmë Superligës. So ka qenë le themi shpërblim i krejt soj sakrifice titulli kampion i ligës dytë dhe përsëri kthimi në ligën e parë. Për juve personalisht po flas. Personalisht unë kënaqem kur isha të tjerë që angazhohen në klub. Të fillu prej madhëveshjeve që i kem të gjitha grup moshat e deri te ekipa e seniorëve kur isha të gjithë të angazhuar, të gjithë të dhon maksimumin dhe unë si udhëheqësi i klubit kënaqem me atë shiqim, me atë ndodhje, me atë çka ndodh. Klubi ka hetë shumë mirë këtë vit. Tu i falenderoj fillimisht trajnerin Sejdon Bashi, e pastaj edhe kapitenin Lushtaku që ka pranuar dhe orë me na ndihmu për mu rikthy prej ekipave elitare që ka luajtur në Super League të kohën, edhe na ka ndihmu i arritëm hinëm në ligë të parë. Kjo do të thotë shumë për mu, po edhe për qytetin. Tash i kemi 3 ekipet qytetit në ligën e parë, edhe unë i bëj ftesë të gjithëve që të na bashkangjiten. Dera është e hapur, klubi nuk është vetëm imi, klubi është i qytetit i Mitrovicës, edhe të gjithë Mitrovicalit të bashkohen rreth neve edhe të shkojmë në Super League. Unë i uroj edhe Feroniklin edhe Vushtrin që janë hinë në Super League, por jemi me të keq vetëm Mitrovica. Drenica është në Super League, dhe më thonë Skenderaj e ka një ekip, Vushtreja tashmë e ka një ekip, Drenasi po, vetëm Mitrovica jemi me të keq pas një ekip Super League. Që dihet që Mitrovica është një qytet i sportit, një qytet i futbollit, andaj nga këtu ju bëj thirrje të gjithë Mitrovicalive që të bashkohen rreth klubit. Pra po them, klubi nuk është i imi, klubi është i qytetit, edhe kanë derën hapur të gjithë të vinë. Pasi që kemi emrin Mitrovica, besoj që mas miri kish shumë me prezentu qytetin në Super League. Në bazë të fjalëve të kryetarit, vrehet vlerësimi që e kam për ty. A ka qenë realisht edhe kështu, ai përjetimi yt te klubi Mitrovicës? Po, na me vërtet është qysh e tha dhe presidenti, normal për një lojtar që pavarësisht a Shkëlzeni apo dikush tjetër kur lun në Super League të gjatë dhe lun me ekipin e zamrës që është Drenica, për mu normal që ka qenë e shtirë, edhe realisht kur kom shku në fillimin e fazës përgatitore ka qenë i vështirë pak motivimi ju për shkak të klubit, sepse
Një klub si Mitrovica, jam ka trajtu sikur na Drenica, ashtu kom një vetën, po kur shkojsh te një klub tjetër dhe sidomos në ligën e dytë, po besoj që motivimi në fillim ka qenë i vështirë për mua. Edhe bashkë me trenerin lojën e parë kur kam luajtur moj me si sot, jam koj pa motivuar. Edhe kam shu drejtorit sportiv djalit presidentit dhe kam thonë që se dia do më mujt më me ardh se s'është motivi i madh, jo për shkak të Mitrovicës së klub, po për shkak të ligës që më ka duk që jem ra pusht për shkak të karrierës. Po një djalë si Edmundi, i cili është promotor i klubit futbollistik Mitrovica, bashkë me trenerin kanë qenë institucione të kthejnë aty dhe të vazhdoj, unë i falenderoj shumë, çka sot ndina shumë krenar, sepse me kalimin e kohës kom pa vlerësimin që këta kanë ndaj meje, edhe të tham drejtën, ndoshta trajtimin më shumë se do njerëz që kanë qenë në Drenica më herët, këta ma kanë bushë trajtim, me shka që edhe rreth organizimit, edhe rreth skuadrës, edhe rreth çdo gjaje që ka qenë klub, e kemi pasur së bashku. Për ata është rezultati sot ku jep, se bashkë me trenerin me bordin e Mitrovicës e kemi arrit ato çka këta kanë pasur. Unë ndihna shumë krenar që sot këta janë ligën e parë bashkë me mua, edhe unë ju baj thirrje qysh e tha presidenti gjithë secilit njeri që të afrohet afër klubit dhe presidentit të punoj hala më shumë që të ofroj njerëz. Mos jetë synimi vetëm liga e parë, edhe ndoshta vitin tjetër është informacion thoya që shumë i madh që largohen katra, nëse ti largohesh katra do më bëj ekip me pretendu Superligën që ndoshta më me ligë të parë. Edhe unë normal që aty ka pasur më thonë lejtar shumë me provuj të Mitrovica, lejtar që kanë ardhur dhe ju kanë bashkangjit, më thonë më herët. Po du me i përmenë se cilën sepse meritojnë ata i ndjesi familje. Tam të desh me i pej portirit këtë vetë që ka qenë Bulliqi, Larta Vdyli, Augusti, Valendedia, Ulti, Sejdiu, Bekim Ferizin me sfushur shumë lejtari mirë, Marli, po du me i përmenë se cilën pa ja uqas njën meritën, Egzam Fazliu, Talant Avdyli, Salimi, cili u zgjedhur organizatuesi më i mirë i ligës me 19 vjet. Vetëm 19 vjeç. Është punë, unë kur kam shkuar në fillim, ta them drejtën, nuk kam pas besim si sulmues, se kam pa i ri, po është punë e stafit edhe klubit që ka trajtuar një djalë të ri. Sa ka motivu, edhe sot sheh ku është. Sot është ministri Trigulla që ka menoj që është sulmues me potencial. Nuk deshta asnjë lejtar me harru. Absolut Valentin se emnin e kohë gjallë, po me një Valentin e di se edhe e dënë Zeqiri, qa me full për e dënë Zeqirin, gjitha trofejt me këto të ligës dytë i ka përmbush futbollin e Kosovës. E dënë Zeqiri. Superligën, ligën e parë, kupën e Kosovës, ligën e dytë. Dëmahot gjitha trofejt e dënë Zeqiri, i cili ka qenë ndoshta bashkë me mu dhe pjesën tjetër që ka bërë barën kryesore. Është fol merit, do të thash, merit e stafit që ka ditë me zgjedhë ekipin, sepse edhe këtë ligë kur ti shkoni pa motivuar, në ski ekip, është vështirë. Unë kur kam shkuar aty ku menu që është kësi farë, po tekshin lejtarë se nuk te kur jenë Super League, e din shembull që Eruni Ermal Krasni që edhe ke po më shpesh në televizion edhe je ballafaq shumë ato për mua është ato pak më mirë më fokusu për lojë. Ndërsa këtë ligë nuk e nxjerr lejtarët edhe është më vështirë për mua ka qenë shumë. Vetëm anonima. Anonima ka qenë vështirë, ndoshta dikush e ka pas shpejtin çanse kom ditë pikën e Fortina dhe po besoj që fol punës trajnerit, thash, edhe të presidentit të një djali si Edmundi i cili është 24 orë shërbim stafit, klubit, kapitenit. Dhe unë po besoj që Mitrovica ku me bu një organizim alo më të mirë stafi është që me thonë, i këmë thonë edhe trenerin servite, se jem atë çdo ditë, i këmë thonë, këmë servit në ligë të parë, këmë servit në Super League, po besoj që është momenti i tina me dëshmu, mja boni ekip që unë menej që është trener për ligë të parë, pa diskutim heq, po menej që është trener edhe Super Ligës. Gjithë shka e servit me detaje. Imagjinatin ligë dytë, edhe trenerit vjen ty me skema 6 faqe, 7 faqe, vjerën muri identik si kuna në Super League që e këna bo të Drenica, identik të Mitrovica në Ligë 2. Ndoshta pa klube konë ligën e 2 që vojnë to.
pa përjashtu edhe Lepencin cila ka bo një kor. T'jash zakonshme u inkuadru, pa përjashtu Vllaznin, e cila deri në momentet e fundit aty ka qenë. Edhe unë po besoj që me plot merit, bashkë me stafin, me gjithë, presidentin, drejtorin dhe gjithë ata aty, ja këna arrit synimet, për mua është knatësi, inshallah Mitrovica sezonin tjetër është për Superligë. Po du më ndalë pak të trejneri. Trener, sikur fati shpesh ndikon që me qenë tipikrisht me një destinacion caktum. Se radhë është Mitrovica, fjalët e kapitenit besoj tregojnë shumë për ato çfarë ke dhënë për Mitrovicën. Çka mendon se ka bu ekipin veçantë për pos punës nga stafi trajnerëve? Po, unë gjithmonë e vlerësoj na ku një grup i mirë, unë gjithmonë kom qef me punu si grup. Kjo ka qenë një grup shumë i mirë, unë bëj 5-16 vjetë trener, edhe është hera e parë që për një vjetë komplet që i na konë, sa dhe si lojtarë që kom përvojnë, po është hera e parë për një vjetë që se kena pas asë një problem ma të voglin. E tha dhe kapiteni, e tha dhe kryetari, gjithçka ka fillu mirë, marë prej fillimit, una e kryesis, e kryetarit jetonit, e drejtorit Edmondit, është stafi trenerave që më ndihmojnë, Blerim Berisha që është trener shumë i mirë i mbrojtjes, është Arben Ujkani që e kom si dorën e djathtë bashkë me Blerën, e kena nashta është bashkë që di Ligë 2 që jena, edhe e kena 2 trenerat për tjera, është treneri Enver Saliu me një përvojë të madhe, edhe është një trener i ri që po zhvillohet, është Amar Maloku, edhe u kon ekipa na kena pas lojtar me përvojë që cilët kanë lu i përmenit gjithë Keli që kanë lu në Super League, po edhe ekipa tjera kanë pas lojtar që kanë lu Super League, po të na u kon përparësi që kanë pas lojtar që unë kon karakter. Unë e thash për një vjetë komplet, në asë stër vite, asë një loj, nuk e kena pas asë një problem ma të voglin. Kjo neve si staf trenerav na e ka mundësu, na e ka bu ma të tjetë me pas rezultate, se kena pas lojtar që kanë pas karakter. Edhe gjithmonë kur ki lojtar karakter, edhe kur ki lojtar profesionista, edhe pse në ashtat të nglon pa keq në ligën e dytë, po kjo konë për mua konë si Super League. Tu fillu prej lojtarëve, ne kena pas kohën e saktuar kur marrë stërvitje, asnjëherë s'ka ndodhur asnjë lojtar më u vonu, por gjithmonë janë në kohë të rregull. Ne kena pas, jo që këto e kena pas një kapiten, një lider i cili ka ditë më na majt edhe atmosferën, edhe zhveshtore, ka ditë më na majt atmosferën edhe grupin, edhe në stërvitje, po edhe në lojë. Kjo do më thonë shumë për trenerin, si unë qënë trener kryesor, sepse ma ka mundësu, ma majt grupin, edhe s'kena pas problem. Tani jo në kom pun tjera, po gjithmonë është suksesi, unë e mendoj që suksesin e bjen vetëm grupi. Na s'kena pas individ, na i na kom vetë si grup. Kryetar, kur arrihet suksesi, shihet trofeu, është festa, është gëzime, është gjithçka tjetër, po sa është e vështirë me mbajt klubin, financiarisht shëndetshëm, edhe sa është e vështirë më pas me arrit deri te suksesi. Po në Kosovë është vështirë, po kur o vullneti, angazhimi, serioziteti edhe kur nisen punë mbar pa hile, hec. Na si klub kemi arrit të shënojmë mbi 100 golla. Edhe i kjenë pranuar dikun 21. 21. 104, 21. 104 të realizum, 121 pranum. Po. Na si ekip s'kemi pas kur të lashe me asnjë refer. As s'na ka bo hile kush, as s'na ka nimu kush. Vet grupi, vet ekipa, vet lejtar dhe kanë kry punën. Shihet 100 e sa golla, do të thot ka qenë sukses i krejt ekipës. Te financimi dihet, e kemi ligjin e sponsorizimit. Mitrovica ka shumë ekipe edhe shumë konkurencë për sponsorizim. Tash i kemi 3 ekipe të futbollit, ekipin e vajzave të futbollit që është ekip i mirë, plus basketi që ka buxhet sa të gjitha ekipet e futbollit. Kështu që për mu, si kryetar, po është vështirë me kërku sponsorizime edhe me i bin sponsorizust me orë rreth neve. Falë sinceritetit të gjithë neve, prej meje deri te kapiteni e gjithëve, po na besojnë sponsorat si din që na qëto mjete, qëto pak mjete, që i kem
i shfrytëzojmë për futboll. Na si klub jemi me aty kënë me kërësën me gjithë 0-0. Prej neve, prej klubit, këntës klubit, asnjë lek nuk del kash. Këtë janë pagesa përmes bankës, të gjitha pagesat, gjitha që po është shumë ma letë edhe për mu si kryetar, unë s'du me mendu qa kena bo në 2023. Absolutisht po. Jemi në 2026, jam paq. Na me 31 10 orë i përmbyllëm të gjitha pagesat edhe i dërgojmë ministri. Jem paq, o shumë letë me marrë vërtetimin kur ti i kryen obligimet që shduhet. Kështu që letë nuk është, vullneti është, ky klub për mu është familje, nuk jemi këtu për me marrë për klubi, jemi për me dhonë. Ka ndolë shumë emna prej klubit tënd, klubit juaj realisht. Po, kisha pas qef me i përmend, me ditë edhe dëgjues. Po, fol punës tonë, trejnerëve, të stafit që kemi pas ndër vite, të kushteve, që e cekum edhe më herët fusha në Frashër ka qenë fusha e parë sintetike në Kosovë. Të gjitha klubet e Kosovës e Nordi kanë bërë servitet në atku. Falë që së i fushë janë ndolë edhe talentat. E kemi Baton Zabërgjën, që ka qenë 5 vite të na. Albion Plana, që është në Dugagjin, ka qenë të na. Bujar Plana edhe është jashtë Kosovë, tash edhe ai ka qenë 5 vite. E shumë Drilan Fazlijev, shumë lejtar që janë në elita të botës edhe të Kosovës, që janë ndolë përmes klubit tonë, falë koreksis punës. E kemi rastin e Albion Planës për shembull, në Dugagjin ai dyshin, Dugagjin që bolun shumë mirë. Ai ka qenë, ka banu dikun një 2 kilometra si ka pas prej fushë. Si thmi kur u konë, se e ka pas vullnetin shumë të madh me punu. Unë ja kom thonë Qelcin edhe kom thonë 24 orë, që të vinë fusha, qeko ki fusha. A djoll vike vetë ulshajke, edhe pa trenera punajke. Dhe me thonë, vullneti, kushtet, lejtarët kanë hecë. Unë jam shumë i knoqen, gjithat investim që e kom bo, që atëherë me maru fushë sintetike në Kosovë, projekt s'kom gjetë Ministria së Federat. Jo. S'ka pas projekt 2010-ën qysh ndërtohet fusha sintetike. Mu ka desht për mes lidhjeve dhe me thonë perendimit për me marë projektin. Qaj projekt mu ka kushtu 300.000 euro në atë ku. Besoni, une kërë kom bo logarin, 7 banesa i blej shanë qatë ku me që të pore që i kom shtin fush. Po. Nuk më dhimen as një cent i që aty në mjetëv që s'ku mujtë mi nëzirë. As 20% që aty në mjetëv nëzirë si kam. As pretendoj mi nëzirë. Po ta shkrenaria e jamës si udhet është kur e shoh Bujar Planën, kur e shoh Baton Zabërgjën. Çfarë knaçie kum pas aty që hinëm, që e shpallën që hinëm, i pari më ka uru Baton Zabërgjë. Halali koft. Më ka uru urime president, çajo knacni për mu. Halali koft. Çajo knaci për mu kur prej dorës tonë, neve si staf, dolin qëta lejtar. Edhe nuk të harrojnë. Kulmi. Që kjo për mu është pagesa e krejt investimit që a kom punë futbol. Histori fantastike, definitivisht. Kapitan, në ligën e parë, çka e pret realisht Mitrovicën tash në ligën e parë? Po futemi në mesin e skuadrave që janë gjysmë Super League. Po që liga e parë kom luajtur sezonin e kaluar është ligë e shtirë. Është ligë e shtirë, qofse ti nuk ban tamam në ekip baja këtë furt, është e shtirë, sepse na aty vitin e kaluar kur me Drenicën jemi inkuadru, për mi 80% e kena posë ekipin e Superligës, që kena qenë në majrën Superligë, edhe të njëjtën kohë tash e ki një Ferizajt dhe ka o, Prishtina Re, që veç po dihet që është një klub shumë i organizuar. Edhe financiarisht është mkat klubet si Prishtina Re kur bin për ligës janë 0-0 kështu, po besoj që Mitrovica e ka një pjesë të ekipes, Brumi thoya që veç ekziston. Ndoshta me do përforcime të mira, besoj fuqishëm që mundu me sunua Superligën. Unë e thash, nëse ti don me të paktën me Met League, do të me bo ekipin me pretendu pjesën e epër. Kjo është në bazë të provojës, sepse unë kam marrë me Drenicën për ligës, në atë vitin e parë, ka qenë e shtirë mbi etejsa në ligën e parë, sepse u shpartallu ekipa, u largun të gjithë, ndryshimet e maja, çka po kushton në ekipe në Superligë që po bojnë ndryshime, se
Po shihet se cila që bën ndryshime është e rrezikuar çdo herë, po Mitrovica po besoj që e tha presidenti, do të me bë punë, do të me afru njerëz, sepse financat e çojnë ekipën përpara, e bëhet ekipa më lehtë, këta e kanë një përparësi që unë jam aty që një vet, këta me financa janë perfekt. Imagjino ti tash Mitrovica me sa di edhe vitin e kaluar që ka Europa Lige si ka me i të bash askuj. Në këtë vet, unë në të ke do shta edhe ekipi zamrës tam, unë ka që s'ma ka pagu trusti, Mitrovica më pagu në çdo muaj. Kjo është fol punës presidentit, e tha, këtë pjesë, po besoj që do të mja i kapelen njerëzve që bojnë kështu, njerëzve që janë transparent, sepse edhe ti sponsorin kur ti je transparent ekip shumë ma lehtë me letra, gjithçka me letra. Ndoshta atë do klube në Kosovë edhe Superligë për ashtu, që kjo është pjesa pse i mungojnë sponsorët. Sepse ndoshta ka pas keq menaxhime më herët, dhe nuk e krijuar ai besimi deri sa shkon ndoshta neve dy që janë njerëz tamam aty, që e krijojnë besimin për sponsorët tjerë. Ndërsa presidenti e tha vetë që është 0-0 dhe unë kam informacione sepse ka qenë atë miku im vitin e kaluar në Tajirin e peletarëve kryesor të Mitrovica sezonin e kaluar. Ndoshta që edhe si vjet mos të kesh lëndimin, ndoshta na kish ndihmuar shumë në ligën e dytë. Çto provojën që ka hysi? Top lejtar, lëndimi e kalon, besoj që ndoshta kthehet, se dita sha kthehet te Mitrovica apo dikon, po unë rriq do det me ta, është një lejtar që për menimin tim në për ligat para se ka problemish me lu. Po presidenti e ka që të përparësi. Për derisa është 0-0 e ka përparësin me i ftu sponsorat. Edhe besoj që me një punë të mirë, trajner stafin veç e ka aty, besoj që qysh nestra, mos kështu e këmë thallë për Drenicën, a mbyll ky sezon. Nestra presidenti do të me fillu projektin e ligës parë. Edhe dhe i shtallon mos me arru batunin. Edhe mu i pari njëri që ma ka arru, inkuadrimin ka qenë Baton Zabrça. E kom pas të Drenica. Për ata është në mojet e futbollit, trajneri e din çdo herë që vështuri fuli, sidomos djem vetri, djalë ma punëtor, djalë ma disciplinun, në futbollin e Kosovës pejsi luj hala nuk më taku. E kom pas të Drenica, është djalë që veç e ka këshyr punën dhe asnjëherë nuk ta ka humbur servitin. Për ata sot është atje në mojet e futbollit, fakti është që e kam përkrahur te Drenica, po shtysen më të madhe ja kam dhënë gjithmonë. E kum përkrahur, e kum po që e dën punën, është djali i pa fjalë, i koncentruar vetëm te puna të futbollit sot është atje, prindi i tij i cili ka nejt gjithmonë afër, po Baton Zabrça tani të bindur si me disiplinë, me punë u shku sot gosh. Me plot merit e falenderoj shumë, e inshallah është lart e më lart në futbollin evropian, sepse unë mendoj që ka potencial të jashtëzakonshëm. Unë për vetë jam falenderues të Mitrovica, e kena mbyll, jena thoya shumica e ekipës pa kontratë, tash po besoj se kanë ju për nuk është edhe dhëmsh me mua më bojnë ofertë, jo pse mua ma kanë bëu hala pa kry, po unë deri Superligë s'ka munol. Inshallah, unë kam qef sepse vitet fundit pe çto inkuadrimet ja humor dorën zaj. E vërtetë. Ja humor dorën edhe ndoshta edhe Mitrovica ka foton në Miçun Superligë, po besoj që Mitrovica do të shpejt me këshyr me po ekipet. Dhe normal që jo shpejt e mungut, po me ditë se çfarë po sjell në ekip. E tha trajneri, karakteri i lejtarëve është kyç për inkuadrim lig, për mbetjen lig, për synim të Evropës, karakteri e shën i lejtar për para. Unë jam falenderues pe ditë sport deri sot Mitrovicës për gjithçka. Edhe te trajneri, ta shkruajmë ka fundi, isha nalte një emër pak më i veçantë ekipi, po du më ndalte 19-vjeçari Salim Arifi. 23 gola të realizuar brenda këtij sezoni nuk janë pak trajner, goxha gola. Po, është e vërtet janë shumë golla dhe të e marr parasysh se është një ligë, e thashë marrët në shtatë duket let në liga e dytë, po është një ligë ku i na kun 18 skuadra, 34 ndeshje, po Salimi është një talent shumë i madh i futbollit, një 19 vjeçar, na pëthirëm edhe është e vërtet, është i përngjan shumë Mirlind Dakut, me vrapim, me stil Lewis, na shpesh e thirëm edhe me Daku,
po është një lojtar që ka dosht, kur orë fillim gjatë verës kalume, orë në provat e na, e ka pru kryetari në përmjet një menaxherit, na se kena po me stafin e trenerave, edhe pse na i kena dome, unë e thash e kom Blerim Berishën, të cilit ja besoj gjithmonë mbrojtje, nuk i përzina kur, unë edhe treneri Arbenina me mesfush me sulm, si e kena po Salimin, e kena po që ka potencial, po Salimi o koni interesu me punu, na ka ngu edhe ka vazhdu me golla dhe me, po edhe Salimi nuk i kish jep gjithë të golla, mos t'i kish pas ekipën, mos t'i kish pas asistu si Valentini, o koni farlojtari tjetër verës, ata mos t'i shkon e Dënzeqiri Daja, po gjithë ekipa i ka nimu Salimit, e ka përkra, po Salimi e ka dosh thjesht edhe ka punu edhe ka ngu, edhe pse i ka 23 golla, Salimi prap vazhdon me ngu edhe me punu sepse don me arrit. Unë e thash edhe ma heret, jo me fat që kum pos një ekip lojtar me karakter edhe ndëzgjushëm. Unë ju falenderoj shumë për kohën, se është dosh me marrë rrugë për me ardhur deri këtu, po unë e pa shumë të arsyeshme që dëgjues me një rrëfim suksesi për një skuadre që ka garuar në ligën e dytë edhe tash rikthehet në ligën e parë, edhe besoj që është shumë e mirë edhe për dëgjues me i ndi rrëfimet e njerëzve në për çka kalojnë. Kështu që ju falenderoj shumë që ishit prezant sonte në studiot e unë. Kënaqësi e unë, Faleminderit shumë. Edhe ju dëshiroj shumë sukses tash në ligën e parë. Uroj i arrini objektivat që ja keni vendosur vetes. Na presum që tjetrin vet vina për inkuadrim Superligë. Në të kohën Superligë. Superligë, po. Ashtu presum. Ju uroj shumë sukses. Faleminderit shumë.